Rejmanaj është heroi i momentit për kombëtaren shqiptare pas ndeshjes ndaj Serbisë. Sulmuesi ka hyrë në historinë e futbollit shqiptar si autori i golit të parë të shënuar ndaj Serbisë në të gjitha përballjet e zhvilluara pas ndeshjes së ish Jugosllavisë. Një gol që vlen jo vetëm për rezultatin e takimit, por edhe për simbolikën që mbart në historinë e dueleve mes dy përfaqësueseve. Ky ishte gjithashtu goli 11 i Rejmanajt me fanellën e Shqipërisë, një arritje që e vendos atë në mesin e emrave të rëndësishëm të historisë së kuqezinjve. Me këtë shifër, lushnjari barazon dy prej figurat ikonike të sulmit shqiptar, Altin Raklin dhe Hamdi Salihin, të cilët ishin ndalur në të njëjtin numër golash gjatë karrierës së tyre ndërkombëtare. Aktualisht 27 vjeçari renditet në vendin e 6 të listës së golashënuesve më të mirë në historinë e kombëtares, pas Bogdanit me 18 gola, Bushit me 14, Sikaleshit dhe Skelës me nga 13 dhe Armando Sadikut me 12. Manaj që prej debutimit të tij me Shqipëri në 2015 ka qenë pjesë e një brezi të ri lojtarësh që kanë kontribuar në ngritjen e nivelit të përfaqësueses kuqezi në arenën ndërkombëtare. Në të njëjtën ndeshje ndaj Serbisë, një tjetër rekord historik u vendos nga Elseid Hysaj. Mbrojtësi i Lazios regjistroi paraqitjen e tij të 93 me fanellën e Shqipërisë, duke barazuar Lorik Canën si lojtarin me më shumë ndeshje të zhvilluara në historinë e përfaqësueses. Hysaj, i cili debutoi në vitin 2013, ka qenë një titullar i padiskutueshëm në formacionet e të gjithë trajnerëve që kanë drejtuar kombëtaren gjatë dekadës së fundit. Statistikat e tij tregojnë stabilitet dhe vazhdimsi. Në 93 paraqitje, Hysaj ka nisur si titullar në 83 prej tyre, ndërsa në vetëm 10 raste ka hyrë nga stoli. Po ashtu është zëvendësuar në vetëm 9 ndeshje, çka dëshmon për rëndësinë që ai ka pasur në linjën e djathtë të mbrojtjes. Në moshën 31 vjeçare, mbrojtësi shkodran ka të gjitha gjasat që të thellojë më tej këtë rekord në muajt e ardhshëm. Sfida e ardhshme e Shqipërisë është miqësorja ndaj Jordanisë, e cila do të luhet në stadiumin e Albania, dhe pritet të jetë një mundësi për Hysajn të vendosi vetëm rekordin absolut të paraqitjeve me kombëtaren shqiptare.